kameramanat. Lavdi. Të dashur qytetarët e Vushtrrisë, qytetarët e Kosovës, të mërgatës, të mbar trojeve shqiptare, që keni ardhur sot për të nderuar këtë gjak që u derdh për lirinë e Kosovës, këtë gjak që të vetmin e faj e bëri se ishin shqiptar duke përfshi pleq, gra dhe fëmijë. Masakra e 2 majit e vitit 1999 ka lanë gjurmë të mëdha të pashlyeshme, që kur sot e asaj dite nuk u ndeshkuan masakruesit, kriminalet që e bën këtë. Të nderuar të pranishëm, sot kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet e martirëve, me familjet e dëshmorëve. Por, pa këtë ditë, nuk do të ishte as kjo ditë me diell, nuk do të ishte as kjo liri të cilën e gëzojmë sot, ndaj se cilës kemi obligim të gjithë, prej qytetarit të kryetari i komunës, të ministrat e deri të kryeministri e deputet e Parlamentit e Kosovës, që të ndërtojmë institucione, që të gjejmë rrugë të bashkohemi, që të gjejmë rrugë të krijojmë unitetin, sepse vetëm uniteti e ka shpëtuar këtë popull. E nderuara familje e ish-presidentit Hashim Thaçi, zonja Lume dhe Ndrit. Sot, kur ne po përkujtojmë me dhimbje të thellë këtë ngjarje makabre që ndodhi, padrejtësisht mbahen dhe gjykohen krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, ata burra të cilët e drejtuan luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vetëm ky shembull është një tregues i qartë se çfarë padrejtësie po i ndodh kësaj shoqërie, këtij vendi. Dhe këtë padrejtësi mund ta eliminojmë dhe mund ta kthejmë në favorin ton vetëm nëse krijojmë unitet. Unitet politik, unitet nacional. Ajo na duhet më shumë. Ajo na duhet aq sa ajrin që jemi duke thithur në këtë ambient të pastër. Prandaj dua ta shfrytëzoj këtë foltore që në emrin tim, në emër të komunës të Vushtrrisë, të gjithë familjarëve, të martirëve dhe të dëshmorëve, që shprehim respektin më të thellë, mbështetjen dhe solidaritetin me ta. Nuk do të ndalemi as një minutë se mbështeturi dhe se kërkuari drejtësi për këtë vend, por po ashtu që kërkoj edhe nga të gjithë përfaqësuesit më të lartë shtetëror që i kemi këtu, nga kryeministri, deputetet, përfaqësues të subjekteve politike, që të gjejnë një rrugë nga ato 99 rrugë që janë për të krijuar unitet dhe të ndërtojmë institucionet e Republikës Kosovës dhe ta lëmi vetëm një rrugë që është e bllokuar. Lavdi martirëve të rënë për liri. Faleminderit shumë, respekt familjeve të dëshmorëve të martirëve. Faleminderit. Shumë nga ju e keni përjetuar të merën e luftës dhe i keni të freskëta kujtimet të dhimbshme nga viti 1999. Në prill të atij viti, banorët e fshatrave të Vushtrrisë dhe zonave përreth dëboheshin nga shtëpitë e tyre dhe kërkonin vende që dukeshin më të sigurta. Shpresonin për mbijetesë duke u strehuar në zonat përreth studimes deri në muajin maj. Strategjia gjenocidale e Serbisë me emrin Patkoj, me cilën Kosova po spastrohej nga shqiptarët, ishte një plan i errët që përfshinte edhe Patkoj të vegjël. Një prej tyre ishte edhe këtu në Vushtri. Fshatrat u vunë në rrethim, banorët u dëbuan me dhunë nga shtëpitë e pasuria u plaçkit. Forcat policore ushtarake të regjimit Miloševićit u vunë zjarrin fshatrave përreth dhe arritën deri në studime tepërme. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe
filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon nga fshati studime e poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptarë u vronë mizorisht, burra, gra, pleqe, fëmijë, nga shumica e fshatrave të Shalës dhe rrethit Vushtrës. Në mëngjes, gratë dhe fëmijët i dëbuan për në Shqipëri, ndërkaq burrat i dërguan në burgun famkeq të Mërkovnicës, ku kaluan në përtrajtim njerëzor, rrahje e tortura. Ushtarakët serb kishin tentuar të kthehen për t'i marrë trupat e të vrarëve, por fal ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ja dolën. Ata bashkë me fshatarët e mbijetuar në male i kanë varrosur për 3 ditë rresht. Andaj sot krahas rënjes së martirëve nderojmë qendresën e gjallëve. Të gjithë ju që keni mbijetuar, që keni sfiduar vdekjen, që ende mbani në trup e në shpirt plagët e lirisë, jeni dëshmi e gjallë e forcës popullit tonë. U jemi mirënjohës juve që e mbani po ashtu gjallë kujtesën e luftës, e që keni dëshmuar për këto krime në tribunalin e Hagës për Jugosllavinë, ne u leksem prokurorinë speciale të Kosovës kundër kriminalëve serb. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen, vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Të dashura motra dhe vëllezër, të nderuara nëna, populli ynë ka treguar forcë të jashtëzakonshme duke rindërtuar jetën mbi shkatërrimin e luftës. Fëmijët rriten sot në Kosovë të lirë dhe ndrojnë pa frikë për të ardhmen. Bashkë me brezat e ri, po e ruajmë këtë liri me përkushtim, shoqëror, kombëtar, qytetar e institucional. Nderojmë kujtimin e martirëve duke u angazhuar për një Kosovë edhe më të fortë, edhe më të përparuar. Vuajtjet që përjetoi populli ynë nuk mund të shlyhen kurrë nga kujtesa jonë kolektive, ndërkaq të rënët për liri nuk do të jenë asnjëherë të harruar. I përkujtojmë sot dhe për herë të gjithë ata që u flijuan që ne sot jetojmë të lirë në Republikën e Kosovës. I përjetshëm qoftë kujtimi i martirëve të studimes. Lavdi. Edhe unë i bashkohem respektit për të rënët për liri, për martirët e studimes, që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohem me dhimbjen e juaj, por edhe me krenarin e juaj. I pa harruar kujtimi për të rënët për liri, këtu në studime e në gjithë vendin. Faleminderit. Ju shpritet nesër me vazhdim. Pak rrugën.